A e dëgjuat historinë e 13 vjeçares në Itali? Del fshehurazi prindërve nga shtëpia dhe në një aksident ajo humb jetën. Tani prindrit turpin do ta mbajnë gjithë jetën mbi supe, plagën do ta mbajnë gjithë jetën në zemër dhe njerëzit do flasin. Se njerëzit të punë kanë, jo fajin e ka fëmia, jo fajin e ka prindrit, jo fajin e ka ky, jo fajin e ka ai. Por, po ta mendosh më me detaje, mos ne prindrit po e keq edukoj fëmijët tanë. Se po shikojmë jetën e përditshme fëmijë 13 vjeç, 14 vjeç, me iPhone 14, me iPhone 15 në xhep, rrobat nga më të shtrenjtat. Më thoni ju sa përqind e prindërve janë ulur me fëmijën e tyre përballë dhe ti thot fëmijës vet. Këto lek nëna dhe babai po i nxjerr me vujtje, po i nxjerr me gjak, po i nxjerr me djers. Nuk jemi të pasur, jemi fukarenj. Ne po lëm disa nga kushtet tona pa plotësuar dhe po t'i plotësojmë ty, ti thot. Sa përqind e prindërve pa e thot fëmijës këto fjalë? Ti thot që shtëpia ka hallek edhe ka vujtje, që fëmia mos ta mendoj jetën trëndelin me lule. Po të di që babai dhe nëna po vuan, të di që babai dhe nëna këto lek po i nxjerr me gjak dhe ai të reflektoj sadopak. Se rinia është e vështirë, qoftë vajzë, qoftë djalë, nuk ka dallim. Se kalon ekstrem kushtet e tepërta fëmijën e nxjerrin nga rruga. Fëmijës duhet t'i thuash 3 herë jo dhe 1 herë po. Sa përqind e prindërve veprojnë kështu? Aty kanë filluar dhe prindrit me çu pordhën e madhe dhe jo më fëmijët.